Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Urime kjo feste madhe e bajramit të Kurbanit të vitit 1446 nga hijreti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, bajrami i Kurbanit vitit 2025. Urime të gjithë popullit ton shqiptar në viset tona shqiptare kjo feste madhe, duke lutë Allahun e madhreshëm që Allahu të pranon adhurimet tona, lutjet tona, sakrificat tona dhe të gjitha veprimet tona që i bëjmë përfituar kënaqësinë e Allahut, pastaj të cilat janë në shërbim të vendit dhe shoqërisë ku jetojmë na. Urime kjo feste madhe dhe umetit islam përgjithësi, duke lutë Allahun e madhreshëm që Allahu të ndihmon popullin e Gazës që ta tejkalon këtë gjenocid, masakrat të ndryshme që ndodhin atje me triumf të madh dhe të shkatron agresorët sionist dhe gjithë kurthet e tyre ti azgjeson inshallah taala. Bajrami i Kurbanit është një festë e cila manifeston sakrificën. Dhe gjithë na duhet ta marrim këtë mësim. Të gjithë na të sakrifikojmë nga rahatia jon, komoditeti jon për rahatin dhe komoditetin e përgjithshëm. Jo ajo që është duke ndodhur tani më e disa dekada tek ne. Gjithë na e sakrifikojmë komoditetin dhe rahatin e përgjithshme kolektive për interesin e rahatisë dhe komoditetit tonë personal. Kjo është gabim. Se në fund edhe ne do e humbim atë komoditet dhe rahati nëse gjithë shoqëria do e humb këtë komoditet dhe rahati. Andaj, kjo feste e madhe, bajrami i Kurbanit, nëpërmes sakrificës së Kurbanit, neve na detyron të edukojmë në bamirësi, në humanizëm, që t'ja kem gale edhe tjetrit. Islami si fe na mëson që adhurimet tona ndaj Allahut të jenë të përkryera në nivelin e ihsanit, të jep kualitetin e adhurimeve dhe na kërkon prej nesh që të jemi na bamirës ndaj njerëzve dhe bamirësinë tonë ndaj njerëzve t'u bëjmë me kualitet të lartë. E Allahu pastaj i don këta njerëz, siç tregon Allahu i Madhëshëm në Kur'an. Nëse duam të jemi të dashur te Zoti, atëherë duhet të jemi në nivel të përgjegjësisë të adhurimeve tona ndaj Tij dhe në nivel të përgjegjësisë të humanizmit, bamirësisë, njerëzishmërisë kafshë njerëzve tjerë. Këto janë dy parime bazë të Islamit. Të adhurojmë Allahun një dhe të jemi bamirës dhe të bëjmë mirë njerëzve kudo që janë ata. Andaj, le të jetë ky bajram reflektim për këto aspekte, e Allahu na sjell bajrame të tjera duke pas gjendje edhe më të mirë këtu në vend tonin, po edhe në diasporë edhe anë mban botës umetit islam.